Një ngjarje e rëndë dolli të premte në Bregdetin e Vlorës, ku një 29 vjeçare nga Malësia Madhe humbi jetën pasi u mbyt në det. Viktima është identifikuar si Afërdita Gjilaj, 29 vjeçe. Sipas të dhënave paraprake, ngjarja ndodhi në zonën e plazhit të Portonovos, pranë Zvërnecit, ku dyshohet se e reja u përball me rryma të forta detare që e tërhoqën në thellësi, duke bërë të pamundur shpëtimin e saj. Pas nxjerrjes nga uji, ajo u transportuar drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku konstatua vdekja. Në vend ngjarje mbërritën shërbimet e policisë së shtetit, ndërsa grupi hetimor po punon për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe dinamikën e ngjarjes. Humbja e Afërdita Gjilajt ka prekur thellë familjarët, miq dhe komunitetin. Ajo ishte një ish studente ekselente e degës së gjeografisë, e diplomuar në bachelor në gjeografi dhe master profesional në histori gjeografi. Prej disa kohësh Afërdita jetonte dhe punonte në Heidelberg të Gjermanisë si mësuese e gjeografisë, ndërsa vionte njëkohësisht studimet për master shkencor. Ajo konsideroi një shembull suksesi për përkushtimin në arsim dhe formimin akademik. Ndarja saj e parakohshme në moshën 29 vjeçare ka lënë pas dhimbje të madhe, duke ndërprerë tragjikisht një rrugtim plot ëndra, arritje dhe perspektiva për të ardhmen.